Valon Ademi, që është administrator ose pronari kompanisë Dyja Group, që është bashkëtortak me Begjet Pacollin, i është drejtuar prokurorisë të Tiranës me i kallëzim penal ndaj zotit Pacolli, vllajt të tij dhe ish administratorëve të kompanisë Magbon, mos gabohem. Prokuroria e Tiranës ka qelur një hetim penal dhe ka pyetur disa nga personat të cilët janë të përfshirë në këtë përplasje që duket afere pastër korruptive pas përplasjeve të Pacollit dhe Valon Ademit në Bengazi, ku atje po ndërtoi një vepër tjetër. Gjatë kësaj kohe, rreth 2 muaj, prokurorët kanë pyetur Valon Ademin e Dyja Group, kanë pyetur vllajën e Begjet Pacollit, Emin Pacolli, kanë pyetur Nelson Qelën, që është ish administratori i kompanisë së Pacollit, dhe kanë pyetur edhe Valon Lukën, që është po ashtu ish administrator. Që e ka zbuar, eftova unë, Valon Lukën nuk vit. Ka dhe hetim penal, përveç edhe ai që është ka ikur në afër vendeve skandinave, ta nuk vit. Ai ka qenë njeriu i afërt i zotit Pacolli, dhe sot fundi ka mbajtur krahun e Valon Ademit. Atëherë, ta përfunduar dhe përshkuar tek sekuestrimi, cila është rruga dhe si mund të bëhet. Prokuroria e Tiranës ka zyrtarisht person nën hetim. Shtetasin Nelson Qela, që është ish administratori i kompanisë së Begjet Pacollit, i Magbos, që është shoqëria MØM në Zvicër, ndërkohë shoqëria B, që është bashkuar me Dyja Grupin dhe është në pas kjo Vlora International Airport, që është edhe kompania që ka fituar edhe koncesionin. Tani çfarë ndodh? Nelson Qela është në hetim për veprën penale ndërhyrje të paautorizuar në të dhënat kompjuterike. Sepse sipas një akti ekspertimi, pretendojnë prokurorët, ka ndërhyrë në të dhënat duke ndryshuar të dhëna jo në favor të kompanisë Dyja Group. Tani çfarë ndodh? Në momentin që prokurorët arrin të provojnë që kontratat apo numri i aksioneve, pra që kanë 2 aksionerët, janë ndryshuar mbi bazën e të dhënave të falsifikuara dhe përplasjet mes tyre janë duke cënuar një pronë e cila konsiderohet në një farë mënyre investim strategjik ose një gjë strategjike për vendin, atëherë vetë prokuroria i drejtohet gjykatës dhe bëhet sekuestrimi. Jo, Klodi. Të lutem. Sekuestrimi bëhet, lexoje se e ke paragraf të veçantë te Kodi Procedurës Civile, kur entiteti është përfshirë në aferë korruptive, pra Vlora International Airport, të ketë, pra vetëm nëse ka patur bashkëpunim shtetëror që të merret koncesioni, ndryshe prokuroria dënon individin, administratorin, ose personin që ka mashtruar dhe falsifikuar, se po hetohet për aferë korruptive, nuk po heton prokuroria e Tiranës për aferë korruptive. Nuk e kuptove çfarë thash. Thash zyrtarisht ka në hetim Nelson Qelën, ish administratori Magbo Group, i cili sapo është njoftuar që është person në hetim, ka dhënë dorëheqjen nga kompania dhe është larguar. Se ky ka bërë atë vendimin e famshëm. Sepse ka bërë vendimin e famshëm që nuk shiten aksionet, Në momentin që provohet që kompania Vlora International Airport ka kryer të dhëna ose ka kryer veprime fiktive ose veprime që cënojnë këtë gjë, prokurorisë... Çfarë ka përfituar Vlora International Airport? Çfarë ka përfituar për Vlora International pozien të parë? Duhet ta thotë prokurori se unë s'mund të paraqitoj një hetim. Problemi është që kjo është... Kam një pyetje për këtë. Shteti mund ta marrë dhe ta sekuestrojë nëse gjenden shkelje të kontratës dhe shkelje të kushteve të kontratës, çka e bën më të lehtë më pas edhe fitimin në arbitrazh. Nëse ata do të vazhdojnë, do kenë sherrë dhe do bllokojnë funksionimin e aeroportit, shteti mund ta marrë kompaninë. Për sa i përket riskut të arbitrazhit, pastaj ka një fakt shumë interesant. I vetmi arbitrazh që Shqipëria ka fituar me lehtësinë më të madhe me këto kompanitë koncesionare është një arbitrazh me Bengers Petroleum. Që Rama e thot i kemi fituar $200 milion, po ta kesh dëgjuar ti, ato nuk janë $200 milion tamam fitim, po janë shpenzime që 100 milion, pra 20% që kanë 100 milion, po. Dhe e di cila ishte arsye sepse fitoj? Sepse kinezët kur morën kompaninë, bën një letër të madhe, të hapur, dhe akuzonin ish drejtuesin, ish administratorin e kompanisë, Leonida Çopo, që ti na ke vjedhur kështu, na ke vjedhur kështu, na ke vjedhur kështu, ke vjedhur kompaninë. Fiks rasti konkret. E kam pyetje, mos më fut këtu, të lutem. Se e kam pyetje tani, sa ta mbaroj këtë. Po jo, po këtë rast e të tregoj tani, se kam pyetje çfarë po ndodh me Bankers.
Jo, po ti, Jo, po të apo më tregon pyet për arbitrazhin. Po për arbitrajin. Unë po ta marr E vetëmja që është fituar është bankersit. Po, për shkak të konflikteve mes aksionerëve. Sepse shteti shqiptar qa beri, mori ndodh. letrën që kinezët benin Dhe shteti ka një situatë më të thjeshtëzuar këtu thua ti. Po, sepse për këta shkak të të dy, konflikteve. këta të dy, më falë ta marrë, këta të dy po është akuzojnë ngjashme edhe njëri... kjo pra, se edhe këtu janë Të lutem. Këta janë Sama të dhe dy i- që akuzojnë njëri tjetrin për mashtrus, dhe pra është ngjashme si rasti Po, kinez. dhe ku t'ja kanë Pra bërë ka mundësi ta fitojë thotë. Ku t'ja kanë bërë mashtrim? Mashtrim ja kanë bërë shtetit, mo. Që se këta akuzojnë për shpenzime, për faturat fryra. Pacolli thot kanë fryrë faturat, ai Valona Ademi, që thot ai kam dalë me 22.8. 22. Valona Ademi akuzon Pacollin për mashtrime tjera, pra qeveria shqiptare ka këto letra të dorë dhe i thot, ore, unë kam dhe një koncesion në mirë besim. Shikohet që kam berë. Unë baron punët. Këtu e fiton arbitrazh. Ka që është... Ola dhe mbyllim... Mund t'jeve, këta janë ca platë shkicë që zien aty, edhe i thonë njëri tjeri, a i du të gjepën. Dhe pse ha jep tyre koncesionin. Po mos batimi Po ky është problemi, nuk u jeve Se konkludojmë me Ola Zamën edhe ikim nga ky moment se kam dy gjëra të tjera. Kjo ose do heqim të bankën të le vetëm të fundit. Atëherë, nëse ka sekuestrim nga ana e organeve të drejtësisë, duhet që të vërtetohet që entiteti Vlora International Airport ka qenë e përfshirë në shkelje të ligjit. Vetëm kështu mund ta bëj organi drejtësisë dhe kjo do të kërkonte një kohë të gjatë sekuestrim deri në një vendim të gjykatës së apelit që do marrë mesatarisht për çështjet penale të paktën 2 vjet duhen në Shqipëri që të bëhet konfiskimi. Mos të harrojmë se si e kemi situatën me sekuestrimin e inceneratorit të kompanisë Integrated Energy për inceneratorin e Tiranës, që jemi lantilli është në saturim dhe jemi në emergjencë mjedisore në Tiranë. Tjetra, nëse sekuestrohet nga ana e drejtësisë, tjetër risk që është edhe pagesa e kredis, sepse aeroporti nuk mund të futet në operim nëse nuk përfundon investimi dhe nuk hidhen edhe disa 10 milion euro të tjera që parashikohet që të hidhen. Këto 56 milion euro që janë marrë të banka BKT, kur do t'i paguaj? Se është arzuar asnjë lek nga ato. Begjet Pacolli i ka marrë... Jo, thot për kredin e BKT-s. I analizova bilancet, pas gjendje në ark sa e kishin në fund të 2024. Nuk kanë para që... Nuk, e qartë, po... Shiko, nga gjithë kredit që ka marrë Pacolli, edhe 100 milion shi, dhe kjo nuk janë arzuar lek të aeroporti. Ato leta... Është një metodë që është përdorur tendur në Shqipëri, po etohet pra dhe kjo. Leta etoj drejtësia. Atere... Nëse kjo vërtetohet dhe gjenden shkelje të hapura të kontratës, pa tjetër që shteti duhet të ndërhy. Por, ajo që është me rëndësishme për ne si qytetar është shteti do të bëj këtë për të drejtën e qytetarve, apo për të përfituar një grusht biznesmenësh që sot janë bërë më të pasur se kur. Edhe këtë ana tjetër duhet të dyshojmë. Po e lem këtë pyetje, me këtë pyetje që shtronë zonjët Zama, për njerëzit do bëhet kjo puna, apo për një grusht njerëzish, këtë ne do të shojmë në ditë që do të vinë. Tani, me që ishe duke folur ti, unë do të fut fare pak minuta, ku do të thuash ti diçka, Kloto Mori dhe Lala, më bëri përshtypje një që dha bëri raporte drejtësia në parlament. Nuk lënë gjepa thënë dhe pa përdorur, dhe nuk përdorur në asnjëherë, nuk thanë asnjë gjë asnjë politikan, 140 veta në parlament, asnjë pyetje për bankersin, Domanit apo të tjerëve, asnjë pyetje për Kurumin, kompanitë të cilët kanë ngrirë, i kanë thithur këtij vendi çfarë kanë mundur.